Përdorimi i inteligjencës artificiale nga të rinjt, kryesisht adoleshentët, po kthehet gjithnjë më shumë në një shqetësim. Raporti i fundit i OBSH paralajmëron se në mungesë të kujdesit profesional mund të ketë pasoja serioze. Po çfarë thon profesionistët e shëndetit mendor për këtë fenomen vazhdimisht në rritje? Adoleshentët kanë më shumë prirjen që më mirë të shkruajnë me ChatGPT në rastin konkret se sa të shkruajnë me një mik ose se sa të i drejtohen psikologut. Madje së fundmi ata duan të marrin dhe këshilla psikologjike për ankthin ose për stresin që normalisht shoqërojnë çdo etapë të jetës, po pak më shumë në adoleshencë, duke qenë se është pjesa hormonale, drejtojnë më shumë ChatGPT-s, pra kërkojnë këshilla, kërkojnë mënyra se si ata duhet të sillen, mënyra se si duhet të reagojnë. Duke qenë shpesh të paragjykuar nga shoqëria, këta adoleshentë i drejtojnë inteligjencës artificiale për të kërkuar mbështetje emocionale. Adoleshentët i shtyn më shumë pjesat të drejtojnë drejt inteligjencës artificiale, duke qenë se aty gjejnë mbështetje emocionale pa gjykim, sepse patjetër që nuk do ketë gjykim për sa kohë është inteligjencë artificiale, nuk kemi të bëjmë me ndjenja njerëzore, nuk është një individ i mirëfillt që flet dhe konsultohet me ta. Duan edhe patjetër që të dëgjohen, në momentin që ata flasin me inteligjencën artificiale, tregojnë se si ata kanë reaguar dhe se si duhet të reagojnë. Por cilat janë rreziqet që mund të shkaktojnë ata shëndetit të tyre duke qenë kaq shumë të ekspozuar? Inteligjenca artificiale nuk jep informacion subjektiv. Pra jep çdo gjë informacione të përgjithshme, objektive dhe jo çdo informacion mund t'i përshtatet një adoleshenti, sepse kjo varion në varësi të situatës në të cilën ndodhet adoleshenti, në varësi të kushteve që e kanë bërë të veprojë apo të mendojë dhe prandaj krijohet një varësi e rrezikshme, do thoya unë, që ndoshta nëse nuk ka familja, nëse nuk gjendet familja aty ose shkollat apo institucionet përkatëse mund të kaloj edhe në një lloj depresioni. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 1 në 7 fëmijë dhe të rinj në moshën 20 vjeç vuajnë nga një çrregullim i shëndetit mendor. Për këtë arsye, ekspertët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për krijimin e sistemeve më të forta të mbështetjes ndaj tyre.